Mirë mëngjes të gjithëve, dashur miq, mirë se erdhët. Nisim një javë të re së bashku. Mirë mëngjes Katerin. Mirë mëngjes e dashur. Si je ti? Jam shumë mirë. Nisim javën. Festoni shumë i bukur. Faleminderit shumë. Po patjetër, da kemi një javë të mbar, edhe për ty, edhe për mua. Por sigurisht një përshëndetje anvisave, duke uruar edhe atyre një javë të mbar dhe i ftojmë këtu te këndi ynë i gatimit përpara receta që do përcjellim për juve sot. Do të thotë që do të bëjmë një recetë të ëmbël, po përveç se kësaj të ëmbël do të bëjmë edhe një recetë me mish pule dhe me kuskus, një recetë e thjeshtë dhe e shpejtë dhe shumë e shëndetshme. Edhe dua t'ju them që kuskusi çfarë është, se ndoshta shumë anvisa thonë ashtu, thonë ç'është ky kuskusi. Është maja e grurit, do me thënë bëhet nga mielli ermik. Do me thënë bëhet duke e spërkatur me ujë dhe krijon ato kokrizat më të plota edhe krijojnë kuskusin. Kemi kuskus integral që bëhet me grurin e erët, grurin integral, dhe kemi këtë kuskusin e zakonshëm. Pra ka 3 lloj madje kuskusi. Kështu që neve kemi këtë që është i verdh. Po, më të zakonshëm, por që ka edhe me miell integral kuskus. Pra nga gruri fort, sepse kemi grur që është i butë dhe kemi grur të fort. Embrioni i grurit të fort është që bëhet mielli integral dhe nga mielli ermik dhe nga mielli ermiku përgatisim kuskusin. Kjo është puna e kuskusit dhe ju themi kjo me çfarë ne do ta bëjmë sot. Tu kam vendosur racione mish pule, të cilën neve do ta aromatizojmë me hudhra, me ullinjë, me cip lëngun e limonit, do të hedhim edhe kapari, do me thënë një lugë të supës për ta bërë akoma edhe më të shishme, sigurisht do të përdorim edhe ver gatimi kemi ne këtu ose ver të bardhë. Kjo vera gatimit faktikisht që kemi dhe që gjeni tek dyqanet e kompanisë Neranzi është enkas për të gjitha llojet e gatimeve. Po, dhe nuk kemi dilema nëse na shkon me mishin, na shkon me mishin e kuq, mishin e bardh, pra her pas here nuk dim t'i bëjmë këto zgjedhje, nëpërmjet dyqaneve Neranzi na vjen në ndihmë çdo produkt dhe mënyra se si ne duhet ta përshtasim në recetat tona të përditshme. Ndaj kështu, ju kujtuam që sot përgatuajmë pikërisht me produktet Neranzi. Do të shikojmë pas pak recetat edhe gjithçka nga ato produkte që do të lexojmë në ekran mund t'i gjeni në pikën më të afërt të dyqaneve Neranzi, e pastaj e sigurt që do të kthehet në dyqanin tuaj të preferuar sepse do të zbuloni një botë të tërë. Gjithçka e gjeni aty brenda dhe jo vetëm gjeni gjithçka, por gjeni gjithçka të cilësisë maksimale të markave më të mira ndërkombëtare, produkte super cilësore, super të shëndetshme e natyrisht të gjitha të shoqëruara me ato etiketat e vogla, por që janë shumë të rëndësishme sepse tregojnë atë sistemin e sigurisë që ne në gjithçka që konsumojmë kemi shumë të rëndësishëm. Atëherë, faleminderit Anila për informacionin që dhe të dashur anvisa që shikoni këtu kam vendosur unë gjatë pak më përpara që shkriva, po hedh edhe një lugë që ta kemi mjaftueshëm për punën e kadaifit, sepse do t'ju them tani se çfarë do të bëjmë. Sa të më shkrihet edhe kjo që shtova sepse mu duk si pak faktikisht, do të themi se çfarë do bëjmë si ëmbëlsirë. Që do të thotë, këtu kemi kadaif dhe do ta bëjmë me salcë portokalli, them unë, sepse do të përdorim këtë salcën e portokallit dhe do të kemi edhe sherbetin. Sherbetin do ta bëjmë, mund ta bëjmë vetëm me mjaltë edhe me ujë dhe me kanellë brenda dhe një lëngun e një portokalle mesatare dhe një portokalle të cilën e premsim në feta dhe vendosim brenda tek sherbeti. Por mund ta bëjmë në vend të mjaltit, mund ta bëjmë gjysma, mund ta bëjmë edhe vetëm me sheqer, çfarë t'ju ndodhet ju në shtëpi. Dhe si ta keni mundësinë, prandaj themi, i sollim të gjitha variantet, ose gjysmë sheqer, ose gjysmë mjalt, ose vetëm sheqer, ose vetëm mjalt. Gjithashtu kadaif rreth 350 gram është mjaftueshëm, ndoshta nëse doni juve të arrisni, domethënë vëllimin, bëni dyfishimin ose bëni atë përpjestimin e recetës, edhe i gjeni. Do të kemi vezë, do të kemi kosët, do të kemi miell bajame nëse keni miell plur që gjeni te kompania Neranzi edhe kështu plur miell e bajames, nëse nuk e gjeni, mund të një grusht bajame e kaloni në një makinë ngrise dhe e ktheni në një miell, në një plur për të aromatizuar kadaifin. Nëse e keni dhe këtë, nëse nuk e keni, mund ta bëni edhe pa bajame. Por këto të tjerat sigurisht që duhen. Cipë dhe lëngun e portokallit, pra këto. Për sherbetin tham, kanellë, mjalt, sheqer, ujë dhe lëngun e një portokalle, do me thënë një portokalle të vogël, edhe një portokalle të cilën do ta presim në fetza. Këto janë. Unë do filloj me një për të përgatitur
kadaifi, sepse... Do fillojmë nga kadaifi? Po. Okej, shumë mirë. Fillojmë nga kadaifi. Madje, këtu kam shkryrë gjalpin, do ta lë pak 1 minutë Anila dhe të bëj, është nga edhe ftofja, të lutem ti më ndiz pak tani, që të vendosim sherbetin, po. Ashtu shumë mirë, më vendos më këtë, për sherbetin, sepse sherbeti duhet i ftohtë, edhe kadaifi duhet jetë i ngrohtë. Kështu që neve tani, le të hedhim sheqeri. Do jetë 1 filxhan e gjysmë sheqer dhe do jetë një 2 lugë mjalt. Thjesht për të aromatizuar. Okej. Një filxhan e gjysmë sheqer. Ti edhim dhe një 2 lugë mjalt. Lugë mjalt për aromë. Edhe? Thash që nëse juve e keni mundësinë e mjaltit, se ka që kanë mjalt me bollëk, se kanë vetë koshere. Shtojni më pak sheqer, më shumë mjalt, kështu? Të hedhim edhe ujë, 2 filxhan ujë. Nuk e duam shumë të trash këtu sherbeti. Do të edhim lëngun e 1 portokalli. Se ku kam fikën e parë, të vogla, të lutem. Këtë? Po, faleminderit. Portokallit i kam të larg, kështu që... Tjetër, ne i lajmë gjithmonë, sepse ndër të tjera, shumë shpesh në gatimet tona përdorim edhe cipën e portokallit. Sepse jep shumë shije në fakt. Edhe e limonit gjithashtu. Edhim portokallin. Juve po doni shtrydheni edhe në shtrydhës e limoni portokalli, ose është praktike si e bëj unë. Sa lëng pas ka patur? Po, është portokalli mirë. Një portokalli mesatare dhe është lëngu i mjaftueshëm. Okej. Tani do hedhim dhe gjysmë nga kjo në fetza. Dhe ato tjetën e kam sepse më duhet cipa e portokallit. Me thënë të drejtën. Po dhe të gjithën ta hedhim nuk prish punë, sepse konsumohet shumë mirë portokallia kur e bëhet kthehet në sherbet. E servirni pastaj... Bëhet si glikov. Ashtu. Mund të shërbejmë bashkë me një copë kadaifi, pra të vendosim edhe një fetës portokall. Edhe bukur në gjanë, edhe shije merë nga sheqeri nga mjalti. Ne tregojmë që e kemi edhe me aromë portokallin ndër të tjera në pëlsirën tonë. Po, kështu. Pra, do t'i lëmë të gjithë unë do t'a hedhë të gjithën tani me që e kemi. Shtoj, le të ndihet portokalli. Ajo do marri, do me thënë, aj sa duhet, rëndësi ka t'jenë biologjike, edhe në mënyrë të veçantë kur përdorim edhe lëkurën. Kështu që me këto fetza pastaj, juve ju thash që mund të shoqëroni kadaifin, ëmbëlsirën. Pra kjo ishte, e lëm që të valoj për një 10 minuta, dhe do t'a kemi gati, do pastaj do t'a fikim sobën, do t'a lëm që të ftohet, sepse na duhet sherbeti tjetë shumë, do me thënë tjetë plotësisht i ftohet. Tjetë i ftohet. Mirë, le të shohim pak bashkë tani recetat në ekran. I lexojmë një nga një të gjithë përbërësit që na duhen nëse edhe ju do të zgjidhni të gatuani për familjarët tuaj kuskus me pul të aromatizuar. Na duhen 2 filxhan kuskus, 4 racione pule, 1 lugë gjalp, 3 lugë vaj, 2 lugë kaperi, 4 lugë ullinj, 1 gotë verë të bardhë, 2-3 thelpinj hudhër, 1 limon, 50 gram djath kaçkavall. Do të na duhen më pas erza të freskëta edhe të thata, majdanoz krip, piper i zi, piper i kuq, speci. Kadaif me krem dhe shërbet portokalli, një mënyrë shumë interesante për të sjellë kadaifin, ku në total do të na duhen 2 portokall, 1.5 filxhan mjalt ose sheqer. Pra ne i vendosëm të dyja, siç e patë, raportin 1 filxhan e gjysmë me sheqer dhe 3 lugë me mjalt. 2 filxhan ujë, na duhet 1 shkop kanellë, 350 gram kadaif, 1 filxhan bajame, 150 gram gjalp, 1/2 e filxhanit me vaj, gjysmë filxhan i kos, 4 vez, 1 lugë pluhur pjekës, cipën e 1 portokalli, na duhet pak krip si në çdo ëmbëlsirë tjetër, reçel portokalli ose akullore me vanilje për servirje. Sigurisht që kjo pjesa e reçelit të portokallit edhe e akullores mbetet alternativë. Nëse doni ta bëni pak më të freskët dhe pak më verore këtë ëmbëlsirë, shoqëroni me një
kupa kullore, por në rastin e reçelit të portokallit që kemi të shkruar në recet, ne thamë që do të përdorim ato fetëzat e portokallit që i kemi vendosur në tenxherën ku po zihet shërbeti, kështu që kur të përfundojë gjithë vlimi i shërbetit, do t'jenë kthyer në një farë mënyre në një lloj glikoje portokalli, do t'jenë zbutur edhe karamelizuar nga sheqeri, nga mjalti edhe nga kanella së bashku. Shumë mirë. Atëherë të dashur Anvisa, marrim kadaifin, e hapim kështu që të hapet mirë, edhe ky është një kadaif shumë cilësor faktikisht, sepse shikojeni, nuk ka ato kombët që krijon zakonisht dhe kur nuk është tamam. Është i shkrifët edhe është një kadaif shumë i mirë dhe bëhet shumë i shishëm në çdo lloj ëmbëlsire. Tjetra pastaj për punën e gjalpit me patjetër ta shkrini, sepse se keni idenë se sa aromë të miqë nxjerr në momentin që shkrihet, dhe në këtë mënyrë edhe kadaifi aromatizohet edhe na merr një aromë shumë të mirë. Edhe mundohemi sa më shumë ta kullojmë që mos të ketë ato, si thuash, cipzat, të nxjerrë lart. Është proteina faktikisht, ajo nuk është ndonjë gjë kështu. Por që në ëmbëlsira preferohet të hiqet. Po, të hiqet sepse njollos, bën domethënë ato njollat e zeza. E djegit quhet ndryshe. Do ta hedh me dorë. Edhe do ta trazojmë në këtë. Okej. Ti hedhim edhe një shtres tjetër, dhe pastaj do ta trazojmë të gjithën. Okej. Ne do të bëjmë pak më të vogël masën se sa e tha. Po. Por ju që në recet i keni gramaturat e përbërësve për aq porcione sa do të gatuani. Pastaj, siç themi gjithmonë, lëvizim duke shtuar apo duke hequr në varësi të sasisë që do të gatuane. Do t'ja hedh këtë se ajo bie gjatë pjekjes. Po, e hum volumin në fakt, po. Se lezetshëm është kadaifi? Shumë i lezetshëm. Da heqim pakës një pjesë anila se hodhëm çiksi shumë e bie, po jo dhe ai shumë. Të bie, po jo dhe ta teprojmë. Të dali një çik racioni tamam, mos të dali holl, prandaj po e hedh se do hedhim të salcën, do ta vendosim tani ta pjekim, edhe pastaj do të përgatisim një salcë që do t'ja hedhim sipër dhe do ta vendosim përsëri të piqet në furrë. Okej. Pra kjo receta do pak vëmendjen tuaj në fakt, se të shkruara i kemi të gjithë përbërësit në të njëjtën recet, po ndërkohë ka 3 faza, me gjithë shërbetosjen ndoshta mund t'i quajmë 4. Shërbeti më vete, që ka përbërësit e tij, kemi shtrimin e kadaifit me pluhurin e bajames edhe me gjalpin e shkrirë që do të piqet, kemi dhe atë kremin, pra ku në recet është ajo pjesa ku është cipa e portokallit, është kosi, janë vezët, kështu që duhet të na ndiqni pak për të kuptuar radhën e punës, derisa të mbërrim në fund ku t'i shtojmë shërbetin. Deri tani neve jemi në rregull. Tani me që e hapëm do ta lëm kështu të hapur siç është. Të lutem pak pecet, kato pecet tani që ta fshi ato dhe ta vendos brenda. Faleminderit. Kjo s'na duhet, e fikim. Edhe pastrojmë edhe tryezën pastaj. Okej. E vendosim në furrë, në temperaturën 180 gradë dhe do ta lëm për 15 minuta, do ta shikojmë. Domethënë sa të marrë një ngjyrë ari. Dhe do ta kemi gati pastaj për ta nxjerrë. Kadaifi kuptohet me njëherë që është pjekur dhe është gati për të nxjerrë nga furra për të bashkuar më pas me atë salcën apo me kremin që ne besoj do ta përgatisim tani. Kremin, ajo bëhet në moment se s'ka një gjë. Ne do merrem me gjellën tani dhe do ta lëm që kremin sa të na bëhet gati. Ai do të jetë i ngrohtë apo i ftohtë? Kush, kremi? Kremi, salca. Shiko, Anila, s'ka asnjë gjë. Janë vezët, kosi që do t'i trazojmë. Këtu veç se lutem një sekondë se me që kujtova se do harroja prapë. S'kem shtuar kanellën. S'kam shtuar kanellën. Se kjo është. Jo, e kam fjalën që nuk bëhet në tenxhere, ajo bëhet në tas. Jo, tas edhe do ta hedhim. Do e nxjerrim nga furra, do të përziejmë kosin, vezët, cipën e portokallit. Dhe do ta hedhim dhe ashtojmë kadaifit. E po mirë, atëherë ne merremi me kuskusin. Do merremi andej që të barojmë me atë punë. Edhe mishi i pulës me sa duket ka filluar të marrë atë skuqen ngjyrën e duhur, ka të e kalon në temperaturë të ulët derisa të jemi gati për t'ju rikthyer kësaj recete, e cila ka ullin gjithashtu, ka hudra, ka kuskusin patjetër, ka verën,
e bardhë nëse nuk keni një vergatimi në shtëpi, por si që thamë një vergatimi do t'ishte më ideale, janë kaperit që do t'i përdorim, gjalpin pa diskutim dhe vajnë e ullirit, krip edhe piper të zi, miksin e erzave, që gjithmona kemi një alternativ shpëtuese në të gjitha recetat tona, sepse i përshtatet fare mirë të gjitha llojet të shijeve, pra që ne zgjedhim të gatuajmë, që nga zarzavate deri tek llojet e ndryshme të mishit, të pulës apo mishit të kuq, është një zgjidhje shumë e mirë dhe plotësuese e mungesës së erzave që mund të kemi në shtëpi her pas here. Ç'është e vërteta, kjo lloj recete është një recetë verore, një recetë e shpejtë, sepse nuk do shumë kohë, domethënë edhe mishi pulës zihet shumë shpejt, bëhet shumë shpejt gati, ndërkohë që kuskusi është raporti 1:1 që do të bëjë si një lloj pilafi, 1 filxhan kuskus, 1 filxhan ujë nëse duam që të jetë si pilafi, shkrifës, se do të marrim lëngjet nga mishi pulës, nga gatimi, kështu që nuk ka nevojë që ta bëjmë. Nëse duam që të jetë për një lloj tjetër recete, për shembull, mund ta bëjmë 1:1.5. Lëng mishi, lëng pule, lëng perimesh, ujë, si ta doni juve, me thënë, si t'ju pëlqej juve. Tani, neve këtu kemi hedhur këto, do shtojmë këtu brënda edhe hudrat, po që hudrat nuk është se do i lëkshu në pjesë të mëdhaja, nuk do t'i grimët. Edhe tjetra, ullinjt, unë i kam me bërthama, mund të përdorni ullinj me bërthama, mund të përdorni dhe pa bërtham. Nuk më prish punë, sepse kam përdorur edhe me bërtham, edhe nuk është se është një gjellë që do ngatrohet me shumë gjëra brenda dhe kur konsumoni nuk do thyeni dhëmbët. Do të keni atë kujdesin si kur konsumoni sallatën, për shembull. Pse i bëj këtë? Sepse kanë dalë tani studimet e fundit dhe thonë që edhe bërthama është që thuash jep shije, jep një aromë dhe shije të mirë gjellës. Kështu që hidheni nëse doni, domethënë, nëse keni të moshave të mëdhaja ose nëse keni fëmijë, preni, do me thënë, Anila, fëmi. Po. Hiqni edhe lëni vesën pa bërthama. Bëjni juve si të doni. Neve jemi të gjithë të mëdhenj këtu, moshe marë. Kështu që do ta konsumojmë ullirin pa e pastruar fare. Sigur konsumojmë një sallat fshati. Edhe, ja, tani, hodhëm ullin, hodhëm, keni hedhur vaj, keni hedhur gjalp, keni hedhur racionet e pulës, më mbrapa shtuam ullinjt edhe hudrat, të aromatizohen këto. Tani këtu është momenti që do të shtojmë edhe kapari, sepse edhe kjo duhet kemi kujdes se është e kripur, por i jep një shije të veçantë dhe na bën një shije shumë të mirë në gatimin tonë. Hidheni një mos keni frikë, por bëni kujdes te pjesa e kripës. Nuk ka nevojë. Kanë pa kripe dhe kapari. Nuk kemi nevojë që ta lajmë, se kur përdorim në sallatra, është mirë që ta lajmë pak, që të iki kripa më, do të thënë pjesa më e madhe e kripës. Por këtu nuk ka nevojë sepse neve do të kemi kujdes për punën e kripës. Ne deri tani s'kemi hedhur krip. Kështu që jemi në rregull. Ajo që neve tani do të shtojmë këtu është që do ta shojmë me verë. Okej. Një gotë verë, juve mateni në shtëpi, ne do ta shikojmë kështu me sy tani. Por, sigurisht që do të lëni të avulloj alkooli. Kur do filloj që të avulloj alkooli, me atë shijen e mishit, shijen e kaparit, të ullinjve, të hudhrave, do t'ju vi një aromë dhe një shije shumë e mirë, do me thënë. E lëm pak të në avulloj alkooli. Tani, krip nuk do t'i hedhë për momentin, sepse kam edhe një mix erzash atje për të shtuar akoma më tepër shijen, dhe do t'i hedhë edhe pak piper. Okej. Një aroma e verës filloj të ndjetë, piper të bardhë. Kush është i bardhi? Piperi. Ky nuk është ai ziu, do me thënë i erti, është më i qelët, më i hapur. Nuk ka problem, mund të përdorin çfarë do lloj piperi, por për momentin neve na. Edhe piperi, jeshil, tek në ranti keni aq shumë variante. Hidhini edhe cipën e limonit për ta bërë të veçantë. Dhe do lëni në momentin e fundit për të bërë kuskusin. Se është shumë thjesht për ta përgatitur. 5 deri në 10 minuta do që të bëhet gati, me pak ujë të ngrohtë, i trazoni, mbuloni me një pecet guzhine dhe e lëni të qëndrojë që ta keni gati. Sa të bëhet gjella, bëhet edhe ajo. Pra për rreth, mos të them shumë, po 25 minuta me 30, varet nga mishi, do me thënë dhe racione sa të mdhaja e keni të mishi, dhe gjella juaj është gati. E keni gati të gjithën, po. Dhe një gjellë shumë të shishme. Nuk është thjesht një gjellë, do me thënë, për të kaluar kështu radhën, por një
qiell e shishme. Mua kjo gatimi do të më pëlqente edhe me makarona. Nuk e di pse më bëhet mirë lidhja e kësaj salsës. Me oriz, me makarona bëhet, me çfarë mund të duash, por unë e solla me kuskus sot sepse jo, mirë e bërë, thjesht duke e parë po më vinte kështu si. Po, bëhet Anila, dhe me makarona edhe me këtë. Me orizin. Me qënë se... Ha, do në ashtë qik pilaf sot. Edhe me pilaf bëhet, diskutohet. Por mendova me kuskus, sepse thash, 5 minuta, 20 minuta, 25 minuta në tryezën tuaj dhe keni gati. Dhe tjetra është ajo që është dhe shëndetshme, Anila, është recet, është me lehtë. Dhe në disa përbërës, që ne nuk e kemi jashtë, dhe më thani kemi të reja në kuzhinën tonë, pra kuskusin nuk e kemi tek recetat tona tradicionale, kemi nevojë të marrim ndonjë ide se, okej, do ham kuskus, po si do ta, me çfarë do ta shoqërojmë. Kështu që një mënyrë është kjo që Katarina po na sjell sot, e rëndësishme është që ta përdorni të paktën një herë në javë, ta bëjmë si pjesë të regjimit ton ushqimor. Ne dim që drekës i kushtojmë pak më shumë rëndësi se vaktet të tjera, pra le të themi në kuzhinë, me idetë e gatimit edhe me atë momentin që ulemi në tryezë. Mëngjesi është një vakt më i shpejt, darkën shumë prej jush e konsumojnë me diçka të lehtë, tani është verë, jemi në ditë të nxehta, kështu që her pas here këto vaktet e mbrëmjes i kryejmë edhe qoftë me një shalqi, me një sallat, me ndonjë gotë kos, pra më lehtë sepse vetë vera të imponon një mënyrë të ushqyerit më të suportueshme për organizmin, ndaj edhe ne në recetat tona jemi fokusuar prej shumë kohësh tek gatimet verore, gatimet e lehta dhe ndër të tjera edhe ato që nuk ju mbajnë shumë kohë në kuzhinë, sepse është vap ta bash sobën për orë të randezur edhe furrën. Prandaj themi që këto janë receta verore, përveç se kuskusit që mund ta bëjmë kështu me një recetë kështu me pun, po ta bëjmë edhe sallat. Por ato doja të thoja, edhe kuskusin e kemi sjell edhe në receta që nuk duan fare sobë ndezur, që do të thot me, ku diun, me qiqra e kemi sjell, me misër, me perime. Perime bëhet shumë mirë, edhe sallat, por edhe gjellë. Tomate kastravet, sopoza djathi, do me thënë qoftë edhe me këto që i përdorim për sallat, mjafton t'i presim në kubik të vegjël, t'i përzim të i gjitha bashkë me atë kuskusin që nuk do më shumë se 10 minuta, dhe kemi gati një pjatë të ftohtë, të shëndetshme, por dhe të bollshme dhe me energji mjaftueshëm për të plotësuar orarin e vaktit të mesditës. Sherbeti është gati. Shumë mirë. E plotësoj kohën, shikojnë do me thënë se si ashtu, kur do ftohet, do më pikset edhe më shumë, edhe këto portokale do aromatizohen, dhe do tjetë një sherbet shumë i mirë për të pregatitur, për të hedhur më mirë ta themi, se sa jo për pregatitur. Gjatë kohës shumë po flisja, kati t'je nëzore kadaifin nga fura, i bëra një përzjeri, edhe vendosëm përsëri në furrë që të na marrin ngjyrë nga të gjitha anët, hekërohet nga të gjitha anët, sepse ashtu bëhet e akoma edhe më i shishëm dhe nuk qulloset kur i hedhim salsën. Pra është i gjithë i shkriferuar. Do hedh edhe ujin aty në mas të pulës, jo shumë ujë, nuk do shumë lëngje, do pak lëngje, dhe pastaj do ta mbulojmë me kapak, do ta lëmë në temperaturë të ullët në mesatare aq një 20 minuta dhe e keni gati. Shumë mirë. Ndërkohë Kati kryen këtë veprim, ne jemi në 2 minutë në fundit, ajsa për të rikthyer edhe një herë recetat. Për ju që s'na keni parë nga fillimi dhe po shikoni që paralelisht po gatuajmë salcën e kuskusit me mish, pra kemi vendosur shërbetin me aromë portokalli, kemi kadaifin në furrë që po presim të na piqet. Le të lexojmë edhe një herë se çfarë ju duhen për t'i përgatitur të gjitha, sigurisht duke ju kujtuar se të gjithë përbërësit që kemi në recetë në këto momente mund t'i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi, që e sigur që pranë lagjes apo shtëpisë suaj ka një të tillë. Po sjellim sot kuskus me pulë të aromatizuar, na duhen 2 fixhan kuskus, 4 racione pule, 1 lug gjalp, 3 lug vaj, 2 lug kaperi, 4 lug ullinj, 1 gotë verë të bardhë, 2-3 thelpinj hudhër. Na duhet 1 limon, 50 gram djath kaçkavall, majdanoz, krip, piper i zi, piper i kuq, speci, madje piper të bardhë kemi përdorur në këtu, jo të zi. Një piper që ju keni dëshirë. Kadaif me krem dhe shërbet portokalli. Do të na duhen 2-3 kokra portokall në total në fakt, sepse kemi përdorur dhe për shërbetin, do ta përdorim edhe për atë salcën që do të sjellim pak më pas. 1.5 fixhan mjalt ose sheqer, ne kemi përdorur 1 fixhan e gjysëm sheqer dhe kemi përdorur edhe 2 lug mjalt, po, se më duket se kemi mirë aty, 1.5 fixhan mjalt ose sheqer, ndërkohë kemi 1 fixhan e gjysëm sheqer dhe 2 lug mjalt tek kjo pjesa e ëmbëlsirës
ëmbëltuesve të shërbetit. 2 filxhan ujë, 1 shkop kanell, 350 gram kadaif, 1 filxhan bajame, 150 gram gjalp, 1/2 filxhan vaj, 1.5 filxhan kos, 4 vezë, 1 lug plur pjekës, cipën e 1 portokalli, do të na duhet pak krip dhe pastaj sipas dëshirës tuaj mund ta shoqëroni me reçel portokalli ose akullore me vanilje për servirje. Të gjitha këto kur të vim prap. Po. Ikim. Do të bëjmë salsën gati. Ikim, ne këtu do rrim se s'kemi ku shkojmë, po bëjmë pak pushim. Ne do presim ashtu. Dhe ato të na presim. Kemi publicitet, ju presim në kuzhinë, mos u largoni, do të vim shumë shpejt. Jemi rikthyer në studio, ne vazhdojmë të jemi live në vilën tonë të përditshme, këtu në kuzhinën e shtëpisë sonë, ku do të përfundojmë 2 recetat që kemi nisur, të cilat janë shumë të mira e të shëndetshme, një të kripur e një të ëmbël për të nisur javën. Po, patjetër, Anila. Edhe ne kemi nisur javën edhe me të ëmbël, edhe me të kripur, që do të thotë me të ëmbël do të bëjmë kadaif, të cilin do ta kemi me një krem portokalli, themun, sepse ky si një lloj kremi bëhet me kos, po është i lehtë, tamam për stinën e verës, sepse tham përveç se mund ta shoqërojmë me një fetës glikoje portokalli ose që mund t'i hidhni brenda ashtu siç i hodhëm dhe ne, mund ta shoqëroni akoma edhe me një lugë akullore, nëse ju ndodhet dhe nëse juve i bëni dhe vetë, sepse janë shumë të thjeshta më akulloret për të përgatitur në shtëpi. Po, edhe ne kemi bërë goxha 2 javët e kaluara. Janë shumë të thjeshta, nuk ka asnjë gjë, trazoni do dhe me qumësh, do dhe me pana, edhe me fruta që juve ju ndodhen në shtëpi, vendosin në ngrirje dhe je keni sjell një akullore shumë të shijshme për fëmijët tuaj. Tani, neve kemi hedhur vezët këtu, ti përziej, do të shtojmë edhe kosin, baking powder, do shtojmë pak vaj, Anila, ti hedhim edhe pak vaj, ma jep ta hedh kështu me sy tani, gramatura ta visa ti ka në shtëpi, kështu që ne do t'i hedhim kështu, vaj të zakonshëm ose edhe vaj ulliri, ashtu, ordo zemër, të hedhim edhe kosin. Nuk ka nevoj kos të trash, të kulluar, urdo falenderit. Të lutem. Do të shtojmë këtu edhe baking powder. Të marim dhe pak se mos edhi më shumë. Do ta kthejmë prap në shishe. Ta ma fix na erdi. Juve mos e hidhni direkt su si hedhun sipër, se mund të bëni gabimin dhe t'ju kthejete gjitha. Kështu që merreni një herë përpara dhe pastaj hidheni. E trazojmë edhe këtë. Do të hedhim dhe cipën e portokallit për ta plotësuar akoma dhe më shumë. Do ta vendosim në furrë që të na piqet dhe më mbrapa do ta shërbetosim me shërbetin që neve kemi. Tani sa është momenti për ta lënë në furrë? Pasi shtojmë këtë... Një 15 minutë, Anila, nuk është se do shumë, do ta shikojmë. Ne nuk do mund ta lëmë. Duhet të ngrohtë kjo, Anila, dhe ajo e ftohtë. E kuptoj. Do ta nxjerrim dhe më shpejt se nuk ka problem. Do shikojmë sa të mpikset se ne kemi pjekur mirë kadaifin, kështu që nuk ka nevojë. Sa të bëjmë gjërat e tjera gati ne, do ta shikojmë domethënë. E trazojmë mirë që të shkrihet baking powder, edhe e hedhim. Okej. Ta bëjmë këtu që mos ashtu. Tani, do bëni këtë, do me thënë që të shkrifërohet, të hyjë në brëndësi, po ajo dhe gjatë zjerjes do hyjë në brëndësi të kadaifit. Nuk ka problem. Tani vendosim në furrë sa të na mpikset. Ta largojmë pak edhe këtë sheqerin. Dhe do ta kemi gati pastaj për ta shërbetosur. E shërbetosim, e lëm, mirë është ta lëm 3-4 orë. Sa më shumë ta lësh ato që bëhen me shërbet, aq më të mira dhe më të shijshme bëhen. Okej, në furrë. Në furrë. Tani çfarë bëm ne tjetër gjatë kohës së publicitetit? A mund ta zbuloj kuskusin? Jo, nuk e kam bërë. Çfarë ke këtu? Po ne thamë do ta bëjmë gjatë reklamave.
po. Se s'kemi kome, Anila, 5 minuta dojemi, Anila. Ashdo, po mirë, hajde, bëjmë, sërste, kemi 12 minuta. Po kemi, gjitho bërim ne, përëndaj thashë mos rridhni vale ne të rinë të regojmë si bëjmë të kuskusi. Po ti bënim gati të gjitha që do bënim ne pasaj sot. Sot bën e ketë... S'ka të ngrotë, e kam të ngrotë ujë. Ngror, okej. Ja, ky është kuskusi. Ajo gjela është bërë? Gjela? Po, atë e kam gati, e kam fiku. Gëshërët se ku i kam vendosur. Gëshërët, kjo e hëna, e kemi thënë gjithmonë që na zhduk ca gjëra. Po me thik, kati me thik, mi se duhet ketë kjo. Me thik do të hapë, po problemi është që unë kisha gëshërët, kjo më vinë. Ja, kati. Hajde se mbaruam pun. Mbaruam thua? Bravo, falimderit. Praktike. Po tani si kemi thënë. Mi shiko, tani kemi vendos gëshër në guzhinë, se përpara në kohët tona, s'kemi pas gëshëra neve në guzhinë. Po gëshërat janë shumë të domosdoshme në fakt në guzhinë. Ja, është vërteta, është një mjetë i domosdoshëm. Tani da zbulem këtë që Anila e kujtoj se e kishtë. Po thash e ka bërë kati... Po jo, ma ta tregojmë që t'jemi, do me thënë, realistu me Anvisa, ta shikojmë, do me thënë, ja, kemi një filxhan, do edhim një filxhan ujë, dhe nuk edhim asë një gjë, sepse neve këtë do të aromatizojmë me mishin. T'japim pak temperaturë më tepër mishit, Anila, që të anashëm. Që ta kemi të nëzërë. Dhe hedhim, ta masim, thamë, që ta tregojmë. Ta. Ashtu e hedhim. E trazojmë, e mbulojmë me një pecet, dhe lëm, dhe do të kemi gati sa i të përthithi lëngjet. Pastaj para se ta servirni, do të shkrifëroni me pirun, dhe do të servirni në një pjatë. Okej. Ja, ne do të lëm këtu që të duket që ky është ai që ne bëm. Tham që përgatitet shumë shpejt, ndërkohë që... Do të shikoni edhe ju se sa shpejt do të përgatitet. Përftojmë për 100 gram kuskus, marim energji mjaftueshëm, marim proteina, marim karbohidrata, fibra gjithashtu. Kështu që është realisht një ushqim në duke shumë i thjesht, edhe i lehtë, por që na furnizon me mjaftueshëm vlera ushqyese të nevojshme për organizmin tonë. Sigurisht nëse kuskusit i shtojmë edhe përbërës të tjerë, në rastin konkret ne e kemi me mishin e pulës, e kemi me hudra, e kemi me ullin, të shuar me verë, por... Ne t'i bëjmë një rifreskim i bëjmë një rifreskim, se në fakt e kemi gatuar që në fillim. Në fillim fare. Tani, për Anvisa që në këto moment kanë hapur ekranin e televizionin dhe po në ndjekin, që do të thot, ne kemi bërë mish pule të cilën e bëm me ullin, me kaparit dhe me një shije të cipës të portokallit edhe të verës. Që do të thotë, fillimisht kemi filluar me kavërdisje në racioneve të pulës, në gjarp edhe në vaj. Më tepër një lugë gjarp dhe 2-3 lugë vaj, do me thënë varet se sa keni dhe racionet juve në shtëpi të pulës. Më mbrapa pasi kemi bërë, do me thënë, atë thekërimi nga të gjitha anët, kemi shtuar hudrat, kemi shtuar ullintë, kemi shtuar edhe një lugë kapari, të cilat këto i bëjmë një kavërdisje dhe i shuajmë pastaj me duke shtuar pakës krip edhe piper, kujdes këtu për punë e kripës, sepse nëse do të përdorni një ekstra, do me thënë, buljon, lëngë, mishi ose këto të cilat kanë krip, juve duhet keni kujdes. Nuk do shtoni krip në fillim fare, do të shtoni në momentin e fundit nëse e ka nevoj për krip. E shuaj me verë, e lëm të avulloj alkooli, ajo që është, themi gjithmonë, kemi shtuar cipën dhe lëngun e limonit, dhe e kemi lënë, do me thënë, duke shtuar edhe një filxhan të çajit uj, ose lëng mishi, ose qëfar keni juve në shtëpi, dhe lëni të zi avash. E shikoni tani, ajo gjatë zjerjes, me qënë se janë zjer avash, shikoni lëngjet se si janë piksur, është trashur. Bëhet një salcë e lidhur, që me këtë salcën, neve do të servirim kuskusin. E lëm edhe pak që të na qëndroj të na bëhet gati, dhe merremi me kadaifin. Merremi me kadaifin. Që do të thotë, do të shikojmë, ja, edhe kuskusi, Anila, ja, ky është. Shikojmë, pra, them që bëhet shumë shpejt gati, po ta kishim bërë ne, ja. Edhe shkrifëroni, ja. E shkrifëroni kështu pastaj, para servirjes. Edhe ky është kuskusi. Atëherë, nëse kadaifi ka nevojë të qëndrojë më shumë në furrë, ne mund të bëjmë servirjen e kësaj pjate. Nëse jo, do ta servirim neve këtë pjatën, faktikisht. Që t'japim edhe pak kohë kadaifin. Okej, në rregull. Edhe pastaj të shikojmë. Mos e kemi ullur, Anila, më duket. E kemi ullur. Ja, e rrisim. I japim pak më të e ullur.
Ishim që ishim vonë, vajtëm dhe ullëm. Po se ndonjëherë duam të fitojmë kohë, ndonjëherë kemi kohë mjaftueshëm dhe nuk i Shiko se do të servirun. shpejtojmë. Dhe mos të bëj, të marë salcën me atë dhe të marë me një lukë, s'ka problem. Okej. Që do të thotë, unë do të servir kështu thjesht fare, do të vendosim fillimisht kuskusin, që të kemi mundësi edhe në momentin që serviret të thithë edhe lëngjet nga mishi, që të bëhet edhe kuskus i shishëm. Prandaj dhe nuk shtojmë asë një gjë tjetër këtu brenda, se do të kemi aromatizimin e mishit. Okej. Ajo që duhet, pak majdanoz do marrum brenda në frigorifer. Po, e kemi edhe në recet në fakt. Edhe ajo asgjë tjetër. E hapa këtu që të vendosim. Të kryoj hapësire. Të edhim edhe racionet e mishit, të pulës. Dhe pjata do të jetë gati. Aroma që ka lëshuar këtu është fantastike në fakt. Shumë kombinimi mirë më duket Katja. Bëhet i mirë në fakt me këto ullintë, me hudhrat, me këto bëhet një kombinim shumë i mirë. Shumë i mirë duket. Edhe Dhe me atë lëngun që duhet jetë shumë i shishëm. gjithë shien e jep lëngu. Edhe kapari. E bën të veçantë në fakt. Tani edhe pak limon. Edhe të lumshin duart. Dhe të falenderoj. Po prit një, të marrim edhe Po, do t'i bëjmë edhe majdanozin, do t'i shtojmë edhe pak zëngjyr edhe shia nga majdanozi i freskët, e më pas, ajo që mbetet është të shtojmë tek kadaifi shërbetin. E në fund fare, në varësi edhe të kohës që do të kemi, do të bëjmë një rikujtesë të recetave. Atëherë, një kujtes tjetër të shkurtër, po ja u bëj unë tani, ndërkohë që Kati merret me majdanozin, pikërisht për mënyrat e tjera alternative të përditshme që ju mund të ndiqni Vila 24, sigurisht që mbetet YouTube-i mënyra më e thjeshtë, më e shpejt dhe që e keni me vete kudo në telefonin tuaj, duke klikuar në YouTube në kanalin zyrtar të News 24. Nëse doni të nëndiqni vetëm ne, pra nuk doni të humbisni në për hapësirat e tjera të transmetimit të News 24 të përditshëm, klikoni në YouTube në Vila 24 dhe në këto logo, si që shihni, kemi recetat e fundit për shembull, dhe sa më larg të shkoni në kohë, aty do të gjeni recetat të tjera të gjithë vitit e të sezoneve të përmbledhura pikërisht në këtë arkiv, si që ne quajmë, që e kemi gjithmonë aty që pasurohet dita ditës me recetat të reja. E natyrisht që në gjeni edhe në Balkan Web, aty ku do të lexoni edhe shihni gjithashtu recetat e plota që nga përbërësit dhe mënyrën e gatimit, gjithashtu edhe fotot ilustruese për të parë se si do t'jetë rezultati final i pjatës suaj, nëse do të zgjidhni ta merrni si alternativ nga duart e Katit ton. Faleminderit. Se jo, unë mendoj që kur ishe ato gatimet në fund, edhe nëse nuk e ke në plan ta gatuash, apo që di ka mirë, po pra, ta provojmë mirë. Ja ta provojmë një herë se mos vërtet del mirë. E provojmë dhe pastaj nëse vërtet na pëlqen, e vendosim në atë thuash menun e shtëpisë tonë. Edhe e rikthejmë her pas here. Kati kemi edhe 2 minuta kohë, por besoj se na del koha për shërbetin, ata nxjerrun kadaifin nga fura? Po, mundesh e dashur, mund ta nxjerrësh. Si mundem. Pajisjet i kam këtu. Të falenderoj. Ja, shumë mirë. Dhe kështu dhe nuk e ngutëm, i dham atë kohën e duhur. Tamam, shumë mirë. Të ja pak ngjyrë të kuqe unë kësaj. Atëherë. Kadaifi. Që është e vërteta, të jemi të sinqertë, kjo duhet të marrin ngjyra akoma më tepër, Anila. Shumë se kaq? Po, të marrim. Siç është kjo pjesa këtu. Bravo, siç është ajo pjesa atje, të merrte. Neve nuk arriti koha që se kishim tamam. Po tani s'do ja vendosim. Do i hedhim, nuk ka problem, s'ka gjë, nuk është se. Jo, nëse nuk duhet, thjesht e shpjegoj me fjalë. Nuk ka problem, Anila, e hedhim. Mirë, Kati, mirë, mos më bërtit. Si të duash.
Ti je shefja. Anila, mos u mërzit. Ja, oke. Kishë. Kemi prapë se në abonen pa larkë. E pra, ja ku e kishë. Shpejt se ne në ndodhë në fund që e marim këshu me nge dhe pasaj s'na del koha. Jo, këtë do të regoja, Anvisa, shiko sherbeti se si është. Tani, ju thash që juve në shtëpi do t'a lëni sa jo të marrin gjyrën tamam. Neve bërëm që të regojmë juve se si duhet bërë, me thënë, si është momenti fundit i sherbetit. Edhe pastaj momenti fundit, që do të vendosni edhe këto fedzat e portokallit, hidhja një sherbetin se ajo do t'a përthith të gjithin. Shumë e mirë më duket. Duhet t'a provojmë për të parë se si lidhet shia e kadaifit me shërbetin e portokallit, ndërko këtë shërbetin do t'a përdorim edhe për keke dhe për gjërat të tjera, po jo? E di nga doli kjo idea, nga aji, do me thënë që bëhet me lëngun e portokallit, me këto lloj kremi, që bëhet me petët e portokallit, me petë. Po, si quhet ajo ëmbëlsira? Shiko, ajo greqisht është, faktikisht është huazuar, portokallopita. Po, e quaj. Edhe shumë e mirë është në fakt. Kemi bërë ndonjëherë aty në kake? E kemi bërë. Edhe kështu që kjo bëhet fix si ajo. Por me thënë të drejtë... Pra në vend të petëve, kemi përdor kadaifin, e kuptoj. Bëhet më i shishëm me kadaif. Ashtu, ja do t'a provojmë sa po të ftohet, sepse thamë që duhet e qëndrojnë në frigorifer, dhe mund t'a konsumoni edhe në ditët në vazhdim, sepse është ëmbëlsirë që qëndron gjatë. Atëherë, në fund fare, një sy të fundit të dyja recetave për sot që janë të thjeshta, të shëndetshme, ekonomike, edhe të shijshme pa diskutim, vinë si propozim nga Katerina jon sot dhe gjithashtu nga Neranzi, sepse të gjitha produktet i kemi marrë pikërisht tek dyqanet Neranzi. Trigolliu soba, koha për të ikur, të më shënduar edhe nesër të presim me ide të reja. Faleminderit. Kënaqësi që ndaj këtë emision bashkë. Të dashur Anvisa, ju kam thënë dhe ju them gjithmonë, kam vërtet një energji pozitive, kam një lule këtu në studio, më jep për kënaqësi që unë të kem mundësi të përcjell për juve këto receta të cilat vërtet janë shumë të mira. Provojini në shtëpi tuaja se do të ngeleni shumë të kënaqura. Nga unë Katerina, mirupafshim. Kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim. Ju dua shumë. Dhe nesër që në orën 9 nisim të tjera receta, ndërkohë vazhdoni qëndroni me News 24.